drejtorit të timit. Për adhuruesit e zhanrit komedi aksion, mbrëm në ekranin e madh të kino hyrje Hana në Gjakov, u shfaq premiera e filmit Policë për jetë, me protagonist kryesor Luana Vjollca, Olsi Bylyku e Nik Xhelilaj. Pos filmit, për të gjithë të pranishmit para premierës, ishte përgatitur një event, i cili u mundësua nga Viva First Store, Pepsi, Uj Spring dhe Risons, ku vildashësit kaluan disa qaste përpara se të vazhdonin brenda në sallë. Filmi shqiptar Policë për jetë është një aksion komedi që ndjek dy policë, Gjenon dhe Maksimilianin, të cilët bashkohen për të hetuar një vjedhje të madhe që ndodhi gjatë një mbrëmjeje gala. Gjatë hetimit, ata përballen me rreziqe, ndjekje dhe situata plot humor, ndërsa zbulojnë se pas grabitjes fshihet një çështje shumë e ndërlikuar dhe e rrezikshme. Pavarësisht dallimeve mes tyre, ata punojnë së bashku për të zbuluar të vërtetën dhe për të vendosur drejtësinë. Nga të pranishmit, filmi shqiptar u vlerësua tej mase. Jemi gjithmonë të kënaqur dhe duke mirëpritur filmat shqiptar, kemi nevojë shumë për kësi zhanri, sidomos për komedi dhe për aksion, dhe besoj që jemi në një rrugë shumë të mirë dhe besoj që ja vlen shumë me pas sa më shumë, sidomos edhe premiera që ka qenë këtu, kemi dalë shumë të kënaqur dhe ju falenderojmë edhe një herë që i mundsoni këtë gjë për popullin tonë. Premiera e filmit Policë për jetë solli emocione, humor dhe aksion, duke konfirmuar pritshmëritë e adhuruesve të kinemas shqiptare dhe duke shënuar një mbrëmje të paharrueshme për të gjithë të pranishmit.